Klubi i futbollit flamurtar nga Sellarsa e Epërme, themeluar në vitin 1994 për afro 20 vite, ishte pjesë e Ligës Komunale të Tetovës, me të gjitha kushtet optimale që i nevojitishin një ekipi të këtij rangu. Stadiumi i këtij vendbanimi, i ndërtuar me kontributin e vet banorëve të fshatit, ishte një nga terrenet më të mira në rajonin e Pollogut. Në këtë stadium, krahas flamurtarit, ka stërvitur edhe drita e Bogovinës, por në disa raste edhe Shkëndija e Tetovës. Por fatkeqësisht ky impiant sportiv kohëve të fundit është në gjendje të mjerueshme, pasi nuk mirëmbahet nga askush. Ish futbollistët e flamurtarit të Sellarsës së Epërme për televizionin Koha shprehen se kjo pamje aktuale e stadiumit është për keqardhje. Ky stadioni me vërtet ka pas sakrificat mëdha që janë ndërtu. Unë edhe disa shokë që janë futbollistë që janë qenë, kemi punu që sot rinia ta kese mirë këtë, ta mirëmbaje, mirë po, rinia tash nuk ka interesim, e kanë lanë që si e kanë lanë, si e shef, jo mjerim, gjina, këtë fush sporti krejt e kërkojnë. Një kohë lunë të këtu Bugovina, lunshin krejt, vishin kishte atmosferë të mirë, kurse tash, me të vërtet, nuk shumë dhe një ditë marre iniciativë, formoje klubin, ta ndërtoje stadionit të lujnë, sa që rinë për bastore dhe që rinë për kafe, me ato telefonat të këti që, këtu sot, për shembull, kënaqet njeri dale sa ta shofe, ama tash si a bojnë këtë gjendje, është problem. Mbetet për të shpresuar që në të ardhmen rinia që janë në këtë vendbanim të ndërmarrin iniciativë dhe të riaktivizojnë klubin e futbollit flamurtari, pasi të gjithë janë të vetëdijshëm se sporti afron njerëzit. Mirëmbajtja e fushës së sportit është obligimi i gjithë banorëve të këtij vendbanimi, por jo vetëm, edhe administrata e komunës së Bugovinës duhet të interesohet për mirëmbajtjen e fushës së sportit, që është ndërtuar me sakrifica të mëdha me vetë kontributin e aktivistëve të fshatit.